Cili është kufiri mes argëtimit, senzacionit dhe dhunës së hapur në media, dhe cilat janë pasojat reale të cilat prekin direkt fëmijët dhe të rinjt në shoqërinë tonë. Në këtë temë shumë të rëndësishme, unë kam dirin dhe kënaqësinë që të bashkëbisedoj me profesor Dr. Rezak Jakupi, doktor i shkencave sociologjike. Kënaqësi dhe nder t'ju kem sot në studion e emisionin tonë të ri dhe për të diskutuar në një temë jo të thjeshtë, por për një profesionist si ju, besoj do trajtohet tamam në mënyrën e duhur. Kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit, fillimisht njerë ju përshëndes, juve, stafin, televizionin Alsat, dhe vetëm të ndërlidhem pak na që thatë parës se muaj janar është muaj i depresionit, po unë falë sjelljes tuaj, komunikimit, mënyrës së interpretimit të pyetjeve, besoj se edhe dikush nëse ka pak depresion, fund të emisioni shkon pa hiq depresion. Urojmë shumë të jetë ashtu, të reflektojmë këtë energji të bukur dhe t'ju ndihmojnë ndoshta gjithë atyre që po na ndjekin. Profesor, dua ta nis me këtë pyetje. Ju si e përkufizoni bullizimin, dhunën, imoralitetin që po promovohet në media? Këtë ta bëjmë për kufizim fillestar për të vijuar pastaj më në detaje për ta sqaruar këto si fenomene që po ndodhin çdo ditë tashmë të prekshme. Për të patur një përkufizim decit, strikt, nuk mjafton vetëm për kufizimin nga ana sociologjike, sepse me problematikën e dhunës duhet të merren shumë profile ndryshme, antropolog, komunikolog, psikolog, pedagog, e kështu me radhë, sociolog që nën kuptohet, por diçka është evidente. Sot atakohen, ka një atak, një sulm, të kisha thënë unë, të vlerave të mirëfillta shoqërore nëpërmjet promovimit të llojeve të ndryshme të dhunës, për të cilat na shpesh herë nuk jemi të vetëdijshëm se promovohen. Sa për fillim, vetëm një shembull ta potencoj, për shembull një formë, një mënyrë kur prindërit fëmijët të vet në çdo moment i japin telefonin të mbajnë dorë dhe të qetësohet, duke shikuar film të vizatuar ose duke shikuar filma në ekran televiziv, mirë po duke mos mbajtur llogari se pikërisht ata filma të vizatuar po manifestohet një dhunë permanente, mirë po dhunë e cila është e përfshirë nëpërmjet humorit, ashtu që lëm përshtypje sikur nuk ka promovim. Apo e vërejtet në aspekt sociologjik, këtë gjë do të shihni se me të vërtet ka një masë të madhe, një shkallë të madhe të promovimit të dhunës, ku edhe vetë prindëri shpesh herë nuk janë të vetëdijshëm për një gjësien të tillë, sepse vërejmë në jetën e përditshme se shumica e fëmijëve po rrinë 2 orë, 3 orë duke shikuar filmat të vizatuar kështu. Çka du të them? Du të them se si segment kryesor që mund të veçohet në këtë shprehje të problemit, është ai se nuk promovohen vlera të mirëfillta, prandaj mos përfilja, mos promovimi i vlerave të mirëfillta sjell edhe te manifestimi më i dukshëm i sjelljes agresive, sepse edhe vetë dhuna, manifestimi i saj menjëherë shprehet tek sjellja agresive vetë fëmijëve, të cilët në mënyrë permanente janë në ndikimin e formave të ndryshme të dhunës. Promovimi dhe normalizimi është evident, nuk e mohojmë këtë fakt, ne po shohim shumë media tani po realizojnë edhe reality show, të cilat në një farë mënyrë tregojnë një farë bashkëjetese të shumë personave, të cilët konsiderohen si persona me influencë dhe me ndikim, por që kanë qasje të gjitha kategori, domethënë duke nisur nga fëmijët të cilët nëpërmjet të telefonit kanë mundësi që t'i shohin sepse ato po na servohen gjithandej. E përmenda edhe në vetë hapje, përveç se në televizion, ne i shohim gjithandej edhe në rrjetet sociale një promovim i jashtëzakonshëm. Ju si do ta konsideronit këtë normalizim dhe këtë promovim me një hov kaq të madh gjithandej? Unë kam, mos them një mendimin tim subjektiv, do të thoja se promovimi i kësaj lloji dhune, për kësaj mënyre të organizimit grupor, të përcjelljes së do mesazhe, ose qofshin ato antivlera, qofshin ata porosi negative, ajo nuk zgjedh kategori sociale, por ata antivlera u dedikon të gjithë.
pa marrë parasysh, a janë adolescent, a janë fëmijë më të vegjël, a janë shtresës së pasur, a kam prind të punësuar, a nuk kam prind të punësuar, e kështu me radhë. Njerë kjo është një piknisje, një segment kryesor, të dim se dedikimi i atyre antivlerave nuk i dedikohet vetëm një shtrese të caktuar. Segmenti tjetër që për dhunën është folur shumë, dhe thash para se profilet ndryshme merren me këtë problematik, unë do të veçuar promovimi i porosive nga Big Brotherit, të kësha thënë, të ata që e pranojnë një send, është mungesa e identifikimit të tyre në jetën e përditshme. Fëmia nuk e ka rolin e vetë në familje, nuk e ka kujdesin e që duhet ta ketë ndaj prindërit, për shkaqe të ndryshme, x shkaqe tani dihet, familja moderne është burri, gruaja dhe fëmijët, pleqët nuk i don askush, krejt jeton vetë shëndaras, aty më nuk ka interakcion, fëmija ngellet i vetëm, edhe vjen në kësaj mungese të identifikimit të personalitetit. Sepse periudha më e ndjeshme e zhvillimit të personalitetit është në periudhën e hershme. Na mund ta ndryshojmë pamjen tonë, në çfarëdo lloj mënyre, bile në mënyrë të ndërhyrjes estetike, por karakteri i personaliteti i formuar i jonë ngelen atë i veç se kemi ndryshim. Segmenti që unë e veçoj këtë është mungesa ose humbja e identitetit dhe mënyra se pranojmë nga ata që na ofrojnë, është identifikimi me personat të cilat promovojnë antivlera. Do me thonë, se ti po lexove një roman të mirë, sepse shif tash kjo pjesë që është e mirë, besoj që pa ndalidhem se ndonjëherë edhe harrohen tash, shif provimi i dhunës është bërë edhe nëpërmjet veprave letrare. Veprat më të njohura letrare janë Idioti, Krimi dhe Ndëshkimi, Hazarderi, e kështu me radhë. Prandaj, njerëzit kur identifikohen me antivlerë, do me thonë aje ka ato si piksinim, si qëllim me ku dikush është aty në Big Brother, cili person është, edhe pse kohën e fundit është në ndikimin e segmentit material, ashtu që nuk është e huaj që në promovimin atyre antivlerave edhe njerëz me vlera kulturore për opinionin ma gjërë marrën pjesë në për ata. Edhe çka është problemi, jo ti promovojnë ata kur kanë qenë jashtë Big Brother, por kur hinë brenda në Big Brother, hinë atë në një kalup, do të thoja unë që nuk ka dalje dhe ata e humbin atë vlerën, atë qëllimin e vetë dhe më në fund, krejt ata antivlera kanë një kanalizim, a kanalizimi është fitimi material, pa mos mbajtur llogari për pasojat që ndodhin tek ata që i konsumojnë. Përgjigja e këtyre promovuesve të antivlerave është kjo. Nuk doni të më shikoni, ndronja kanalin televiziv. Shumë mirë. Ata nuk detyrojnë. Por ti, me karakterin të brendshëm, me egon tënde, me diluftimin tënd, në momenti që ti nuk mund të shofësh kush je ti automatikisht e ke ma lehtë bësh identifikimin me dikant tjetër, i cili për te është shumë ma lehtë diçka, në atë mënyrë, për te vulgarizmi mbi sundon në atë moment, për te kanë shumë ndikime tjera, nuk është veç promovimi i dhunës nëpërmjet Big Brother ose ka mediat në mënyra të ndryshme. Ja, edhe një detaj. Ne po na duket si forma më direkte, ju e thatë shumë mirë, sepse jo rastisht këto lloj emisionesh po konsiderohen edhe si eksperimente sociale, meqense ne si shoqëri deri para pak vitesh nuk është se kemi qenë të gatshëm për të parë direkt jetën 24 orë në kamera nga persona të cilët deri para pak kohësh ndoshta i kemi njohur vetëm si artist, dhe thatë shumë mirë, shumë pak nga këta personazh e tregojnë vetveten dhe shumë shpesh në çmim të suksesit luajnë rol tjetër apo bëhen pjesë e skenareve, por pa menduar reflektimin e tyre jashtë dhe se sa ndoshta mund të denigrohet pastaj edhe karriera e tyre, qoftë artistike ose çfarëdo lloj karriere që kanë ndërtuar pasi të dalin nga këto formate. Unë dua t'ju pyes, ju profesor, ku e shihni kufirin
mes asaj që tash pak më herët argëtimit, asaj që quhet senzacion i rrjeteve sociale dhe pastaj kësaj që po promovohet dhuni, moralitet e kështu me radhë, bullizim që është në masë shumë të madhe. Ajo është atë unë për shembull, po të isha ai që mund të vendosja, atë do të kërkoja leje prej komisionit radiodifuziv, për shembull për transmetimin deri në çfarë mase, sa mas ke drejt përdorish vulgarizma, fjalorin, të me thonë ka dikun të edhe ndëshkime gjatë të folurit, të ndërpret. Atër shikuesi nuk është shumë interesum, se dikush ka që ndëgjoj edhe vulgarizma. Mirë po ti kur ndërpreta e thëta, nuk ndëgjoj. Të me thonë, për mu, si pas mendimit tim, kjo më varet edhe prej vetë atyre që japin leje, koncesione. Unë me të thonë të i që na si shtetë shumë i vogël, kemi televizione me koncesion shtetëror 5 herë ma shumë se Anglia. 5 herë. Na kemi 7-8 televizione me koncesion shtetëror. Mos i numroj cilët janë, a gje kje BBC-në edhe nuk e di një tjetër. Kjo është kretë ke shoqëria dhe qëfar pranon të si vlerë. Me marë ndryshe, na kemi edhe 40 parti politike, atje ke 2 parti. Ke sistem bipolitike. Keni të drejt, po, zakonisht servohet ajo çfarë kërkohet nga masa dhe ajo çfarë e dëshiron masa, por shqetësimi jon është se çfarë mesazhe po thithin fëmijët dhe të rinjt. Kjo është pjesa që duhet shqetësuar dhe unë dua të ndërlidhem me atë me cilën ju edhe filluat, me filmat vizatimor nga këtu nis. Ne mund ta paramendojmë se në çfarë moshe ne kemi nisë të shohim filma vizatimor pa qenë të vetëdijshëm se në fakt ato kanë pasur mesazhe të koduara që kanë promovuar dhunë, bullizim e kështu me radhë. Sa shqetësuese kjo pjesë? Shef, sa duhet bëjmë kujdes ne si prindër në këtë aspekt? Nuk du me të lavdo as pak, po të i shof se t'i çdojrja qëllon me pyetjet, edhe pse na nuk kemi pas ndonjë itinerar që t'i bëjmë pyetjet ashtu, po më befason me pregaditjen tonë dhe profesionale gjatë parashtrimit të pyetjeve që pajtohen plotësisht me atë parës që thatë, se unë ndëgjoj me vëmendje, sepse edhe gazetarët që më person të ditur, kur thatë nevojitin forma të reja, të paraqitin të dhunës, potencuar njësinë shumë të mirë që unë do të kësharoj, mënyrat dhe hulumtimet e shumta që krijen me fëmijë. Dallojnë hulumtimet prej kohërat të mëparshme që thatë ju, më parë në kohën time, për shembull, mund 30 fëmijë nidheshin me një dhomë dhe qafën ta presën kalimeron atë tërë natën, edhe ndonjëra e te kalonte edhe në ngjelshin papa, kurse sot atë që thatë shumë bukur e potencuar promovimi i dhunës, shif që ka ndodhur në praktik. Te lunë ja jep fëmijët videolojë të luaj. Ai duke luajtur videolojë, rasaj vret ma shumë persona në atë videoloj, a i ka ma shumë pik dhe ma shumë i shtohet gjatësia e lojës. Rasaj nuk u i sukseshëm në atë promovim që promovohet dhunat, a i ma pak zgjatën edhe a i dëshprohet. Në përmjet videolojës, ose filmi që thash vizatimua që promovohet dhuna, a i është në djendje stresi dhe ankë. Çdo herë të kur nuk e arrin qëllimin, shumë mbas asaj videolojës, që shumë nuk i di, po shoh, lexoj, nuk kom luajë ndonjëherë, por e shoh se e gërsohen ashtu kur sa arrin qëllimin, ashtu. Nuk e arrin qëllimin se nuk ka vrarë shumë ushtar aty në atë lojën që është. Supozojmë, më thon, ai faktikisht gjithnjë më shumë bëhet më agresiv. Prandaj du të dallojmë dhunën prej agresivitetit. Sepse te masandej edhe bëhet agresiv edhe në shtëpi, bëhet agresiv edhe me prindërit, bëhet agresiv edhe me shokët. Prandaj edhe kemi bullizimin shokëve, dhunën, kemi edhe mungesën e empatisë nga vetë prindërve ndaj një fëmiu që është ndryshë. Dhe më thonë, qëka do të thotë empati, për qëka ndodhë me të, rast të te dikush fëmiun tonë ta bullizon ose ta maltreton. Shif? Na si prind, kjo ndjenjë është duke na ikur prej vetë, sepse jemi të fokusuar vetëm të fëmimet dhe ti që ato vlera i mbjellën taj fëmij cili më vonë do të rritet ose do të formoj personalitetin e vetë. Jam dakord. Institucioni familje që është konsiderohet i shenjtë,
dua pak të ndalem këtu tek raporti me cilin e nisët ju, familja moderne. Çfarë nënkuptoni me familje moderne dhe sa mendon që ky modernizim kaq i hovshëm në shoqërinë tonë, që ndoshta mund të them ka qenë edhe pak e papërgatitur, që ende nuk po adaptohemi me këtë modernizim kaq të shpejt. Neglizhencë të prindërve shihni në shumë momente, për shembull fëmijëve të cilët janë shumë të vegjël dhe ju lejohet për një kohë shumë të gjatë jenë të ekspozuar para celularëve, tabletëve dhe nuk kanë kontroll mbi kontentin që fëmia është duke e parë vazhdimisht. Sa ndikon kjo? Sa shihni në këtë pikë, në këtë segment neglizhencë nga prindrit? Do të ndërlidhe me pyetjen tuaj, nuk e di, kom potencuar në një emision tjetër, është një filozof i vjetër kines, i cili më pëlqen sjellja dhe kontributi i tij në aspektin pedagogjik të sjelljes së fëmijëve dhe të prindërve ndaj tyre, i cili në një moment thotë kështu, se e don fëmijën tënd digje. Fjalën mos ti jesh pak jo tolerant, ti jesh ma si të ma i vrasht, arë se ke muni ledhatohe. Na sot as pak nuk e respektojmë parimin e mëparshëm, për na sot ma shumë e respektojmë këtë të ditin, ashtu që si prind, na jemi fajtorët numër 1 për fëmijën tonë, sjelljen e tij, jo aftësitë e tij, jo komunikimin e tij, se shif, ti mund të kesh rrjetet sociale 100 shok. Dikush të kam 5000 shok, për tjetër është biseda, interaksioni direkt, ndallim me ata. Ata janë shok fiktiv. Po. Prandaj edhe kemi manifestim dhunës nëpërmjet dhunës digjitale, ku te dikush shantazhon, bëjnë fotomontazh një fotografi, po edhe mos me jetë fotomontazh, sepse ai fare nuk e di se ka ndishkim të madh. Sot s'u publikojsh foto në Facebook pa lejen time. Ajo çmos bëjnë me mesazhe kërcënuese, me sendeme, domethënë roli i prindit sot edhe familja moderne, tash tu ta parashtrojmë një segment tjetër. Na si familje konservative, do të thojë, konservative që do të thotë se shpeshherë kemi shkuar edhe mbas asaj tradicionales, kanunit të lek Dukagjinit, ku familja është e shenjtë, kemi trizën e burrave, kemi respektimin hierarhik të familjes. Na dyqysh mu më duket sikur nuk ishim të gatshëm të ballafaqohena me ecurinë moderne të ndryshimeve. Se shif, edhe Otto von Bismarck ka thënë, shif, unë jam pak para koha, kështu ta përkthej si është ai çka ka thënë, po prandaj unë e them se na nuk ishim të gatshëm. Prandaj ne ndryshimet i pranum ashtu diçka si patradit. Si patradit. Unë them për mu, prandaj familja moderne është një familje cila thash përbëhet prej burrit gruas, familje endogamike cila nuk jetojnë shumë antarë si më parë, familje patriarhale ku është ditur kush si cili kanë pas të ndara edhe punët, ka ditur ai cili udhëheq me buxhetin e familjes, respekti i familjes. Edhe kam patur më pak probleme, sepse çdo kush e ka respektuar rolin e vet. Sot nuk është ashtu. Sot folim, falbe thoma edhe këtë, flasim për dhunën. Për asnjëherë nuk e potencojmë dhunën e gjinisë femërore ndaj asaj mashkullore. Shif, është një segment. Për shembull, shumë raste ka. Për shembull, dhunë ke në çdo aspekt psiqik. Nuk ka vend pune. Ti kërkon. Ti krahasohesh me fqinjen, me këtë, ke kërkesa enorme. A vetë nuk punon. Don të i me dalë me shetit në për qytet, me paret e qeter kuj, me u lavdo ufshiv, ti ku shrin lartë mërgim, e ku ta di urin 2 vite, 3 vite, ti vjen këto hargjon, do bësh një dasëm. Hargjimet i bëjnë gratë, po thua, burat punojnë, Po burat punojnë, gratë hargjojnë. Po ca rolet njët janë të ndara, profesor. Burri duhet jetë ai i cili siguron të mirat, të hyrat e familjes, dhe gratë kanë për obligim të rrisin ata që vendosin të mos punojnë, një kategori e grave, për t'i rritur fëmijët. Me ndërirjen tuaj, por mos e harroni se kur ka punu burri dhe vetëm ai ka pravu, atëherë ka qenë puna, çdo burr ka të drejtë marrë 7 gra, vendi i gruas është e këmbët e burrit, një grua që nuk han, nuk
nuk pëson dhunë ndaj burit nuk e ka vendin në xhenet, e mos himë të që prandaj ki modernizimi tepër. Po, këto janë që duhet trajtuar veçmës, po. Këto janë ajo që tash, çfarë thashun, jo vetëm gjinia femrore, edhe ajo mashkullore nuk janë nuk u ballafaqun me realitetin e ndryshimeve, sa i përket familjes. Unë mendoj kështu, edhe është mos e qartë, tash më hap shumë shembuj se jemi medium, kjo është. E qartë, okej. Tani kthehemi sërish tek ajo çfarë kemi në fokus të kësaj bisede sot. E prekëm shumë shkurtimisht atë pjesën që shenjat e para të fëmijëve zakonisht po manifestohen me shokët e tyre të klasës, shenjat e para të bullizimit, por edhe të dhunës dhe të agresivitetit për të cilin edhe folëm shkurtimisht. Mendoni që këtu ndikim ka më shumë influenca familjare apo frymëzimi familjar, ose mund të themi që tani së fundmi shumë hofshëm ka hyrë edhe ndikimi i kontentit online. Ju si e shihni, profesor, në këtë aspekt? Unë e shoh me një aspekt tjetër, të di dimenzionet shumë bukur, i thatë ato mbajnë, të di dimenzionet, por unë çdo herë potencoj vrapimi pas sigurimit të ardhurave na sjell neglizhencë ndaj fëmijëve ta. Dhe me thënë, gjithë pasoja agresive, gjithë pasoja e pasigurisë së fëmijët është krejt jo interesim, jo gjetje kohe e prindit të merret me fëmijën. Më shkoni më larg, shif te i dënë me bo me kri një punë, ja jep atë edhe unë shoh plot fëmijë veç me ndet ulet edhe ai qetësohet, jo në shtëpi, spital, në rrugë, në autobus, në tren. Kudo që t'jesh, vërej një qetësim relaksus të atyre fëmijëve me fajnë tonë. Shef, nëse atë fëmija, shef diçka që ndikon në zhvillimin e memorjes të tij, nuk është keq. Mos folim tash nëse mediat kanë vetëm rol negativ. Patjetër që jo. Ne po ndalemi vetëm në këtë segment. segment, nuk në atë çfarë po promovohet. Nëse i merr të merat, nëse ti i merr të merat, kanë mediat edhe rol edukativ, edhe rol ky është roli i kyçi mediumeve, të thuhet e vërteta, ke transparencë, kanë rol interaktiv, kanë shumë role. Mendoni që ka dallim kjo pjesa e moshës, si ju i shihni gjëra gjenerata pak më vjetër dhe si tani po trajtohen, e thatë dhe ju, fëmija në këtë aspekt? Tash të tregoj drejt. Sepse e thatë ju mungesa e vëmendjes shumë shpesh tek fëmijët, ndoshta mund të kaloj kohë shumë të madhe në kompjuter me lojra të tilla të cilat janë të dëmshme, në telefone kështu me radhë. Mendon që edhe edukimi ka të bëj deri diku? Ka të bëj. Shif, nëse te pak jenë mosh, ka pas një ulumtim shkencëtar, ma kujtove te tash. Edhe pyetja ka qenë, çka kishit bërë ju, sikur tash mosha ime që është të ktheheni të bëheni i ri. Edhe një herë. A besoni që po të dëshiroj, tash pyetjen mos më merrni si sakt, a besoni që anketa ka dalë me përgjigje shumë negative? Nuk dua të jem i ri përsëri. Ja, nisi prej atij, prej fillimit. Prandaj, çdo kohë ka kënaqësinë e vet. Nëse ti në këtë moshë je i gatshëm që nënshtrohesh ndryshimeve, ta pranojsh realitetin, kjo e din si vjen. Dalë unë të luj basketbol, kam hinë të arena të, jo ma i moshom, kam 50 vjetë, 60, edhe hi me do 3, edhe thëmë edhe një qka, unë du të luj me ju basketbol, për du me mlisho mu me dhënë kosh. Ajo nuk mbanë. Prandaj, mënira e edukimit e jona ka qenë ndryshe, na nuk kemi patur udhëzime prej prindërve. Por shembull, mos lavdohemi, nuk i kam pas prindërit intelektual, po të kisha marrë, por kishin mënyrë tjetër të edukimit edhe dovët që i mësoni në xhamej na njihnin me koka groshe. Për shembull, një dovë edhe ata hala çato dovi, di prej atëherë. Kupton, domethënë mënyra e edukimit ishte ndryshe nga sot, shumë tradicionale, me më pak influencë nga sendet kishin kënaqësi. Por edhe fëmijët kishin në fëmiri të vërtet.
fëmijëri duke luajtur me aktivitete, socializim shumë më të madh se tani. Tani edhe po t'i shohësh bashkë një grup fëmijësh, të gjithë janë me celular ose janë duke komentuar realitete jo të prekshme të vendit ton, kanë më shumë informacione për kontinente tjera se sa informacione për vendin e tyre apo për një rreth të caktuar, për shokët e klasës. Më mirë njohin grupe artistësh nga vendet ndryshme të botës se sa të njihen ndoshta me miqtë e tyre, me shokët e tyre. Shif, ata nuk e ndjejnë realitetin praktik. Shif ti, për të marrë një adrenalin në trupin tonë, ti duhet në plazh me shku, duhet të ecish këm zbathur, që ta ndjejsh atë. Këtu janë tash krejt sendet artificiale. Shka dhe në thotë, vëren ti një egoizëm të papar, sepse Thomas Hobbes thot homus homini lupus est, njeriu për njeriu në shtuik. Nuk di sa keni vërejtur ju, ndoj misione, unë këm knatësi kur shof fëmijët afrikan. Shif të jep një diçka, a i pare janë da në këti tjetrit, mas ande e merve, shif munges egoizmit. Vërej ti farë knatësi e kanë ata kur dikush nuk ka qënd për shkollë, nuk e di ti sa e ke vërej, për na sociologët nuk ka, edhe dikush e thejron, i dhuron, a besoni ju që vërenja kur do keni rast në Facebook, fëmijë tjerë ma shumë gëzohen se sa aj që e ka marrë. Ate na është kontra, kretë që në gjelos, kena i dhënohet me njerë, a i prishet menç, sa i nuk e ndjen ata, sa jam mësou, ka shumë mejrë edukativ. Një fëmijët vogël prindi i blen një vetore, shtrenjtë, edhe a i sill me kam nuk e pëlqen. Edhe mos mirënjohja këtu është shumë e theksuar, po mungesa empatisë, mos mirënjohja, edhe xhelozia, unë kam parë që është e theksuar tek fëmijët nga moshë shumë e vogël. Po besoj kjo është ajo çfarë transmetohet nga prindi direkte te fëmiu. Parës potenciala pak, shif personaliteti ndash sipas Jungu, sipas Freudit, ai formohet që në fëmijëri. Ti nuk mund, unë mund të ndryshoj pamjen, tash këm pas flok dzeza, tash i këm bamën, karakteri im, temperamenti im, a i ka ngele, unë mund të tentoj të ndryshoj, të bëhem mënyrë artificiale, amon ajo nuk mban, atë sepse e di, llojet tipologjin. Identiteti ashtu, tash ti varet prej teje ti cilin tip ke formu, sangvinik, kolerik, flegmatik, do me thonë, varësisht kujsi, farë temperamenti ke, melankolik, ke edhe tip emocional, ke edhe, do me thonë, emocional, ti s'mund bësh emocional me një familje ku e rrit tej sa zbardh mëngjes, ish ku ish përdrun mal. Ti si do bësh, ati ku do zhvillojsh ti ndjenja, ose të kesh libër, të kesh bibliotek, nuk kete. Unë e di si them. Unë them kështu, mënyra e edukimit ndikon edhe te zvoglimi i dhunës. Na dhe arim këtë gjë kur në shkollë, profesori do pejse nxënës të nderuar pa, më tregoni kush prej jush nuk ka piano në shtëpi. Në Zvicër kështu parashtrohet pyetja. Kush prej jush nuk ka piano? Te na është pyetja. Nxënës tregoni prej 100 klasëve kush prej jush ka piano. Shembull. Po makaren e melodi popullare të këndoj, dhe me thënë shqip, niveli i asaj, sepse çdo e njeriu thash është i pangopur, e thash definicionin e Hobbesit, mos tregoj John Locke, nuk du të hinë filozofi, se nuk është ajo tema, por njeriu është qenje egoiste. Përveç se është qenje e mençur, qenje e ditur, qenje praktike, mos ja numëroj 100 karakter, ai është edhe qenje agresive. Ai është i vetmja qenje që e pret degën kurrin. Ai din edhe ta ngrene edukimin, por din edhe ta prishje. Dikush thot, ndonjë një shoqëri, ta degraduish, prishje arsime. Do me thënë, tash më kthehen edhe ajo një temë tjetër, ndoshta do një dhe kesh koha dhe bisedojmë pak ma me një qasje tjetër. Se tani na nxiten atë dhunën e grave ndaj burrave, kjo duhet të jetë temë që duhet ta trajtojmë, se tash ndoshta ata që na kanë ndjehur kanë nisur kritika, pse unë nuk bëra më shumë nën pyetje për të na sqaruar se si e shihni këtë. Sepse ne dimë që dhuna gjinore është shumë e theksuar dhe janë gratë që janë viktimat të kësaj dhune fatkeqësisht, nga vetë natyra, meshkujt janë shumë më të fuqishëm fizikisht dhe prandaj gratë janë viktima të këtyre rasteve. A të tregoj kështu pak ta bëjmë si relaksu, se pak se ti nuk e kalu ka jana ndikës t'i vara ndaj, përplot që në kafet me bura. Sepse gratë nuk kanë tradishkën. Po
Shumicën kur e pejtën qofte edhe me shaka, thëtë kam hik prej shpeje prej probleme. Ajo është dhunë psikologjike, pse? Si të rejnë shpej dhe kesh konflikt. Problem dhe kesh. A problemi nga vjen nga kriza ekonomike, nga mungesa e mjeteve, nga mos pasja e mundësej, se shif, dhëtë njeri unë dhe njerë tjetë edhe veti realë. Shif ku o problemi. Ja që të kena ma pak dhunë. Një zgjidhet një problemet. Ven një kompani gjermane edhe donë me hap një fabrikë, që është leharjat. Edhe e kërkon profile. Profile për shembull të ndryshme. Ti nuk i ke. Edhe ti çdo herë thu shteti ka fajin kur ka qenë koha për të edukuar, për të mësuar, për të profilizuar, te ke shku, ke marrë rrogë si punëtor diku në dallim të rish me rrogë mësuesi ose rrogë punëtor. Edhe tash kush e ka fajin? Tash ti s'ke punë, nuk ke sigurim, ndihma sociale është shumë e vogël, edhe ti bëhesh frustriv. Ti bëhesh agresiv edhe çka mendonte? Ti mendon se institucionet janë ata të cilët të shtrojnë dhunë ndaj teje. Pse? Sepse ti farë do bëj me 200 euro në muaj, unë të ndajt. Fjala vjen. Çaq është asistenca. Ose mos him shumë në aspekt të analizave, se ne qatë deformime kemi kur analizojmë, për do njerë analiza du tjetë e real, se shifë kolege në qëka të ketë argumente që e mbështesin të njëtën, po? Të të regojtë të ju si dhe vërtetojmë na, si dhe vërtetojmë mardhënjet midis njerëzve në një fisë. Për shembull, si di ashtu, na mund të folim sa dumë teoretikisht mirë, po për t'i pa ato mardhënje, Margaret dhe George Mead, kanë marrë nga një farka pasat një pajisjet e vetë, edhe kanë shku në Gvinejën e Re e Papua, kanë dhejtë atë një 3 muaj të fisi mundu gomori qambulli arapeshi, i kanë ullumtohu mardhënjet, i kanë pa, edhe hajtë bje rast konkret, i ka fotografu, sa ta gjë nuk e di që ka atë, jetojnë si para 5.000 viteve, jashtë civilizimi. A kupton? Prandaj ti duhet çdo gjë, se ndryshe ti s'mundë me tregu, tash unë historinë e bëj njerëzit. Ka qenë lufta kështu, ka qenë, të në aspekt sociologjik su një tregu, ishë raportet. Janë një segment tjetër të tregu. Në atë fisin arapeshi, një fisë është shumë ma agresiv, tjetër është ma tolerant, tjetër pak edhe më ma tolerant. Por me një fisë zbulohet hekuri atje. Edhe atë copë hekuri që zbulojnë, në toka, se di si qëfar, edhe e merë, ja vjen grave në qafë. Edhe ajo grua që ka copën më të madhe të hekurit, është ma e pa me në atë fisë. Tash me këthej këto, Oprah Winfrey, ose ku di kush, ose haj edhe juve, plot ka nuk vjen këtu të na, mentaliteti pak ma shto, dhe kush ka ma shumë, Floria e ka ma shumë vlerën çmimin, ajo intelektin. Ta këto janë sende sociologjike, por ka që ndikon në dhunë, se pjeqja ishë si me ndani ju, si ndikon ku e shif një dhunën e grave ndaj burrave. Unë thëmë, ikje nga shtëpia, nga jo mundësia... Po mos ndoshta burrat janë fajtor për atë mungesë të paqes në shtëpi? Pa janë, unë nuk them... Po prandaj nuk mund të afajsojnë për mungesën e paqes dashurisë në atë shtëpi, sepse unë mendoj që një burr që trajton gruan mirë, ajo do t'jetë një nënë e mirë, do t'jetë një bashkëshorte e mirë, një komshie e mirë, një nuse e mirë. Dhe unë mendoj se gjithçka fillon nga burri dhe mënyra se si ai e trajton. Ne jo rastisht e kemi edhe këtë thënie popullore që burri i mirë të bën zoj. Dhe burri jo i mirë e dim se çfarë të bën. Kështu që në këtë aspekt nuk pajtohem. Është e vetmja që nuk pajtohem. Tash më kujtove diçka tjetër që na tash kopjojmë. Kur thash parës nuk jemi gatshëm për tolerim dhunën. Shef fëmija që rinë Zvicër, aty pak me angri zërin, a i me njerë thejrën numrin e SUEF. Ashtu që dhe këta tanët kanë fillu me frikësur. A jemi të gatitur me si shoqëri? Për këto? Rëndaj, unë e pak si digresione për dora parës, por është e realt. Ka realitet, ne mund të temi sa doni, po nuk them se të populata shqiptare, po mos e preashtoni se ka dhe unë gjinis, ka dhe gra që i ranë burat. Mos e ikni asaj, po. Po janë raste... Ka edhe shuplaka që... Jo, po shifni edhe denoncimet.
Shqipëni denoncimet... Po ne flasim me shifra shqetësuese ku brenda një vitin e dim se sa gra janë vrarë nga bashkëshortët e tyre. Kështu që neve kjo na shqetëson. Tani kjo pjesa tjetër janë raste. Po, është tema më delikate, por që ne mundohemi her pas here ta diskutojmë në studio. Profesor, një pjesë shumë e rëndësishme është te shkollat. A mendoni se reagojnë mjaftueshëm apo presin që situata të bëhet ekstreme, që ndoshta të merren masa për raste të ndryshme dhune, për bullizime e kështu me radhë, të cilat janë tashmë evidente dhe shumë të shpeshta gati në çdo shkollë të vendit tonë? Shqip, çdo shkollë do të jetë më e ekipuar me gjitha profilet edukative arsimare, pedagog, defektolog, sociolog, që në gjithë shkollat, veçanërisht ata me mësim në gjuhën shqipe, unë nuk besoj se janë të ekipuar komplet. Kjo është një problem shumë i rëndësishëm, i cili ndikon edhe në zvogëlimin e dhunës në vetë shkollat me punën që kanë të bëjnë me fëmijët dhe me njanimin e dhunës. Sepse ke dhunë edhe midis gjeneratave, ke dhunë midis fëmijëve me etni të ndryshme, ke dhunë midis fëmijëve me status të ndryshëm. Ke ndëgju shpesh fëmijë pasanik i maltretojnë, i bulizojnë fëmijët e varfër. Ke dhunë prej pedagogëve në krahasim me fëmijët të cilët nuk e kanë statusin e mirë, duke i lënë në bankë të fundit, duke mos u kurzu vëmendje, duke e kështu me radhë. Domethënë, shkollat për të bërë diçka, për të ndërmarrë masa, a marrin atë se ka, se në shkollë kam punu vetë, edhe jam duke ashtu, bëjnë çmos atë sa kanë mundësi, duke bë testet ndryshme, duke qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme nëpërmjet organizatave jo qeveritare, të cilat organizata ndonjëherë arrin qëllimin e vet në harmonizimin e sjelljeve të nxënësve, në përmirësimin e njohurive për etni tjetër, në përmirësimin e botkuptimeve për fen tjetër, për traditat e grupit tjetër, mirë po ndonjëherë edhe ai qëllim nuk arrihet. Për të arritur ai qëllim, për të trajnuar fëmijët, pedagogët, duhet edhe mjete materiale. Siç e dini, shkollat janë organizata jo profitabile, çka të lejojnë nga ministria aq me përjashtime të vogla, ku shkollat menaxhojnë për shembull me salla sportive ose kanë ndonjë punëtori, ata e kanë pak më mirë që me ndiku dhe me marrë masa më konkrete dhe adekuate në menjanimin e problemeve që kanë të bëjnë me manifestimin e dhunës. Po pyetja ju i shumë me vend kur dikun potencut edhe organizatat jo qeveritare, të cilat shpesh herë thëmë, ne jemi organizatë jo qeveritare, jo profitabile, jo komerciale, në realitet është ndryshe. Mund të edhe ti njehish në gishta, jo në gishta, po shumë, sa njerëz janë pasurohu duke qenë Maqedonive. Se Maqedonia është shtet i vogël, të cilët kanë qenë në krye të organizatave gjojase, jo qeveritare, jo profitabile, jo komerciale. Edhe kanë bë pasuri maramendse, duke keq përdorur fondet fondet të cilat kanë qenë të dedikuara për përmirësimin dhe zvogëlimin e dhunës, ashtu që edhe ati ka një por, unë dështoj edhe këte, ju do pyetni ndonjëherë, po Zvicroni 1.000 franga ta prish për 10 fening, ose Gjermani. Edhe ai te pare maramend se këtu të nati habitësh si japën aq para, aq shumë janë të interesuar ata për edukimin e fëmijëve tonë. Jo, ajo është për larje parash, sepse vetëm na jemi ata që keq përdorim situatat, pozicionet, atje nuk ka, prandaj gjenë modus. Kam fjalën që po të jenë në vendin e duhur, të dedikuar mjetet nga i pa fondet, nga USAID-i që tashmë nuk është, sepse ushterën ato fondet, besoj që edhe shkollat do të kishin mundësi më të mëdha për trajtimin e problemit të dhunës midis fëmijëve në shkollë, me etni, me besim të ndryshëm, me gjenerata të ndryshme e kështu me radhë. Po, sepse të njëjtit në qoftë se nuk merren masa, këta fëmijë po rriten dhe po bëhen këta abuzues, këta dhunues dhe këta edhe vrasës. Ajo po veç po e vazhdon e punë.
Ne kemi arritur fare në fund, unë dua thjesht një mesazh drejtuar të gjithë atyre që na kanë ndjekur, nga krejt kjo që u tha, një përmbledhje ndoshta të shkurtër dhe një mesazh që do t'i bënte të reflektoj, nisur nga prindërit deri tek gjithë ata që na kanë parë. Deri te gjyshërit tanë. Unë patjetër dhe them se më duket se parës pak u prek e pat fjali dhe lëvë për më fund, edhe dhe ta dëshmoj pak më ndryshe realitetin nga thonje. Por unë them, njërës promovoni sa ma pak dhunë, më shumë harmoni, sot qka je në gjendje të bësh, atë nesër nuk dihet a e ke atë mundësi, asaj përket asaj që ju kushtimisht themu preket lidhje me agresivitetin e gjinis femërore dhe asaj mashkullore, unë ta shë marrë fjallën prap dhe përmbyllim emisionin asë më lejoni me një thënje të David Hume, një filozofi çmuar anglisë, i cili thot kështu: nëse dëshiron të matish zhvillimin e një shoqërie, ai matet vetëm me emancipimin e femrës në atë shoqëri. Që do të thotë se na ende jemi duke shkuar në emancipimin e femrës, kemi ende nevojë për emancipim, kemi nevojë ende për edukim, për shkollim, e kështu me radhë, jemi në rrugë të mirë, edhe çdo përparim i arsyeshëm me vend është i mirë, sepse gruaja e arsimuar din t'ja përcjellë ndryshe edhe fëmijët vet, ndodhit, njohurit, din të edukojë dhe të prodhoj fëmijë shumë të mirë. Që me këtë mesazh të bukur, e thatë shumë mirë në momentin e duhur për ta përmbyllë bisedën, unë jam plotësisht dakord, vetëm nuk do e quaja as egërsi, as agresivitet, por do e quaja luftë për barazi dhe për të arritur këtë emancipim që po kërkohet ndoshta në disa situata edhe pak më zëshëm, dhe unë do thoja që duhet edhe më zëshëm të kërkohet kjo barazi, sepse sigurisht edhe pavarësia financiare do t'i ndihmoj gratë që të bëjnë zgjedhje edhe më të mira, vendime edhe më të mira. Mos të mbaren nga një burr, nga një mashkull. E nisëm nga muaj janar, edhe patjetër ta mbaroni me epien sepse e meritoni, me sjelljen tuaj, me njohuritë, aftësitë, edhe kam kënaqësi gjithashtu gjërë të vej. Unë prita momentin e duhur që në fakt ta kemi krejt kohën në dispozicion për të diskutuar për këto fenomene, për cilat ju jeni edhe personi fushës. Ishte shumë kënaqësi t'ju kem sot në studio, biseduam, prekëm edhe shumë pika tjera, dolëm jashtë skenarit, ashtu si edhe në intervista tjera kur asnjëherë nuk kemi qëndruar në korniza. Faleminderit shumë. Jo, po na nuk i kemi patur pyetjet përgatitura para kohë. Asnjëherë, në asnjë intervistë. Në mënyrë spontane, si ende të mira ndodhin spontanisht. Patjetër. Natën e mirë dhe faleminderit për shumë, ishte shumë kënaqësi, profesor, çdo të mirë. Me këtë bisedë unë përmbyll sigurisht këtë edicion të Prizma për sot. Unë ju le takim nesër, në fakt nesër është fundjavë, ju le takim ditën e hënë me kolegen tim Ilmie Zhaku. Ju paqë një fundjavë të bukur, kaloni kohë kualitative me më të dashurit tuaj, ndërkaq mesazhi moto i jetës time është që të dhuroni dashuri dhe të reflektoni energji të bukur tek të gjithë ata që ju rrethojnë, sepse në këtë kohë të kësaj energjie toksike, dashuria i shëron të gjitha. Mirëmbëjtje.